Partia Demokratike, pas deklaratës së zonjës Marta Kos, bëri një deklaratë në të cilën ajo e dënoi publikisht dhe gjërësisht deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Rams, ekstremizmi politik i majt apo dizinformimi, si një deklarat që shkelëran ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Ka patur një reagim nga ana e zëdhënësit Komisionit Evropian, i cili shpreh qëndrimin korrekt të Komisionit Evropian të papajtueshëm me qëndrimin e zonjës Marta Kos, një adhuruese pa kushte për arsyet e saj të Edi Rams dhe bëmave dhe gjëmave të tij.